Të dashur shqiptar, me hidhërim të madh po ju them që Shqipëria është kthyer në një coftinë që po jep shpirt, dhe ndërsa po jep shpirt, korbat e shkretëtirës, sorrat, po i afrojnë dhe po na i nxjerrin syt një nga një. Po na han mëlçin, po na han zemrën, sorrat të dashur shqiptar. Dhe këte kanë bërë që në momentin që ato vunë në krye të opozitës, Sali Serbin e kanë vënë vetë, gringot. E mbajnë ata në krye të opozitës që në pushtet të rinj njerëzit më të ndyrë, më të poshtër. Ata e kanë krijuar të gjithë këtë rëmuj të dashur shqiptar, që me fillimet e demokracisë e kanë ditur kush është Sali Serbi që në fillim, dhe e din kush është Edi Rama, kryeministri shqiptar, që është një piktor i dështuar. Dhe tani të gjitha veprimet e Edi Ramës tregojnë që ai është thjesht një sklav, një shërbëtor që është vënë në krye të shtetit shqiptar për t'ia dhënë Shqipërinë njerëzve të shkretëtirës. Tani, dhëndri i presidentit amerikan deklaron që atij është ofruar vetë kryeministri shqiptar dhe i atij është dhuruar pikërisht zona ekskluzive, strategjike për zhvillimin e turizmit. Nuk ka rëndësi se si ai do i gjej parat, sepse nuk janë parat e tia. Rëndësi ka që në qoftë se njerëzit e shkretëtirës të futen në shtëpi, ik nga shtëpia. Këtë gjë bën ata në Palestinë, të njëjtën gjë do bëjnë në Shqipëri. Është i njëjti fenomen. Dhe ai deklaron që atij i pëlqeu shumë Butrinti kur erdhi për herë të parë dhe e di shumë mirë kush është Butrinti. Është një vend ku janë gjetur mbishkrimet më të vjetra helene të dashur shqiptar dhe është zemra e mitologjisë romake, sipas së cilëve Enea erdhi nga Troja dhe kaloi në Butrint dhe nga Butrinti u hodh në Itali dhe ai ngriti Romën. Gjë që s'është e vërtetë, është thjesht përrall e romakëve për të krijuar një histori të lavdishme të tyre. Pra Butrinti është kaq shumë i rëndësishëm sepse atje janë gjetur pikërisht mure gjigande ciklopike që datojnë rreth viteve 10.000 para erës sonë. Dhe mbi këto mure, helenët kanë gdhendur me shkronjat e tyre simbolin e Asklepit, perëndisë së shërimit. Dhe ndërtimi i tyre me gur më të vegjël është bërë mbi një kështjell gjigande shumë më të vjetër se sa mbishkrimet helene. Tani Butrinti ka qenë ishull dhe është bërë tokë me prurjen e lumenjve. Dhe dhëndrit të Trumpit i është ofruar Sazani, falas. Po ky është vetëm fillimi. Tani kryeministri shqiptar i dhuron vendet më të bukura Shqipërisë, Italisë për të ndërtuar burgje. Pra Shqipëria do kthehet në skëter për njerëzit emigrant të mirë, për t'i trembur ata që do ju çojmë në Shqipëri, por do kthehet në parajs gjithashtu për njerëzit e shkretëtirës, që do marrin të gjithë Bregdetin, atyre do i jepet. Po ky është vetëm fillimi. Po futen në shtëpi njerëzit e shkretëtirës, mbarove. Ky është momenti hitit i Shqipërisë dhe i gjuhës shqipe. Duhet ta dini se atje ku është vendi i popullit të zgjedhur sot, atje ka qenë perandoria hitite, perandori europiane. Dhe në Bibël shkruhet se si hebrejt gjoja blen tokën nga hititët, sepse ashtu do thonë ata, po me çfarë blen tokën hebrejt? Ata ishin thjesht njerëz shëtitës nga shkretëtira. Ku i gjetën ato parat për të bler tokën e hititëve? Pra është gjithçka një gënjeshtër. Ata e pushtuan tokën e hititëve dhe thonë pastaj që ne e blem. Këta po marrin falas Sazanin, do thonë që e blen. Në Biblën tjetër që do bëjnë ata, do e redaktojnë Biblën dhe mbas 2000 vjetësh kur nuk do ketë më popull shqiptar, do thonë ne e morëm tokën e blem dhe filluam nga Sazani. Kështu është Bibla që po shkruhet e re. Bibla e mirëvjeçarit të ri. Shqipëria do të shuhet përfundimisht, është e sigurt,
Problemi është se ne i kemi ftuar njerëz të shkretëtirës që të na nxjerrin syt. Kjo është e vërteta. Tani përse e ka bërë këtë gjë kryeministri shqiptar? Sepse shqiptarët jetojnë në një botë përallash, në një botë pellazgësh dhe në të gjitha leksionet sot në Perëndim, në universitetet më të mira në Austri dhe në Gjermani thuhet që ilirët kanë banuar mbi thethin, pra jo në Shqipëri, në Malin e Zi. Po ku i gjetën ata dokumentat për një gjë të tillë? Dhe do t'rregoj unë tani se ku i gjetën ata këta dokumenta që ilirët nuk kanë qenë fare në Shqipëri. Shqipëria quhet tokë greke sipas tyre. Të dashur shqiptar, kjo që po shikoni në monitor është me të vërtet e frikshme, sepse këtu, siç e shikoni, është harta e Ilirisë, e cila është krijuar mbas pushtimit të Ilirisë nga trupat romake. Pra është krijuar aty nga shekulli i 2 i erës sonë, dhe në veprat e autorëve romak thuhet që këta janë ilirët e vërtet. Do të thënë ilirët e vërtet që mbeten mbas shkatrimit të Ilirisë. Këtu u rudhën ilirët dhe kjo përkon me Malin e Zi sot dhe një pjesë veriore të Shqipërisë, pra zona e thethit. Dhe këtu kemi fisin ilir Taulanti, që në fakt është fis helen, Taulantioi, nga gjinoria Taulantos e helenishtes, dhe nuk lidhet fare me fjalën shqipe dallëndyshe. Është një krijim i Eqerem Çabeit, fjala dallëndyshe. Pastaj kemi fisin helen Labeate, dhe nga dim këtë, sepse në monedhat e labeatëve kemi koinon labiatan të krijuar sipas dialektit dorik. Kemi fisin ilir Endirundini, dhe do ta shikojmë që ky është një emër i latinizuar, por që është emër helen. Kemi fisin ilir Pleraei, që është emri i latinizuar helen. Dhe kemi fisin Sasaei, që është fis i latinizuar, por gjithashtu helen. Pra, emri këtij fisi Sasaei përkon me emrin e Sazanit. Këta quheshin pirat dhe u zhvendosën pikërisht nga veriu i Ilirisë, u sirgjynosën pikërisht pranë Sazanit. Të dashur shqiptar, prandaj Sazani ka këtë emër nga fisi Sasaei, por është emër helen. Pra, këta quhen ilirët e vërtet. Pjesa tjetër e poshtme, kjo quhet Iliria greke tek të gjithë dokumentat romak. Pra, nuk bëhet fjalë për shqiptar. Dhe tani, ne kujtojmë se ilirët ishin shqiptar, gjyshrit tanë. Mirë, po Plini thot që ilirët flisin dialektin Graja, nga ishulli Graja i Greqisë. Pra, ilirët flisin një dialekt tjetër helen. Nuk flisnin shqip, të dashur shqiptar, dhe emrat e tyre s'kan pik kuptimi në shqip. Pra, tani e di me siguri që fisi ilir Sasaei, që është fis helen, u sirgjynos më vonë në Sazan. Ky është emri i Sazanit, të dashur shqiptar, i fisit Sasaei. Dhe kjo vjen nga folja helene Saso, që do të thot pajis, ka dhe kuptimin hedhërjetën, zëpeshq, merre me pirateri. Dhe këta janë pikërisht ata që u dënuan dhe u sirgjynosën nga toka e tyre në Malin e Zi, dhe pastaj më vonë në shekullin e 6 vendin e tyre e zënë slavët. Këta janë fise helene me emra të latinizuar, të dashur shqiptar. Kjo është iliria e shekullit të dytë. Do më thënë iliria e shuar fare që po jep të shpirt. Por janë këto fise helene, ta keni me sigurit fare të plot, dhe tash i të tregojnë se pse. Të dashur shqiptar, gjuha mesape quhet gjuhë ilire. Pra teorikisht gjuhë shqipe, por kjo nuk është e vërtet. Pse? Plini thot që mesapët ishin njëri nga 3 fiset japyge që erdhen nga Dalmacia. Pra ilirët u rudhën. Një pjesë e madhe e tyre shkuan për në Itali, aty u vendosën dhe krijuan 3 qytetërime të ndryshme. Qytetërimin e mesapëve, qytetërimin e daunëve, emri të cilëve vjen nga fjala ujk, daunos, dhe të peuketëve, që vjen nga fjala pish në helenisht. Dhe Plini thot tekstualisht që këta flisin dialekte graja, do më thënë greke. Ilirët flisin dialekte greke, të dashur shqiptar, sipas autorëve antik. Dhe vërtet, po të marrim foljet e gjuhës mesape, ato janë në greqisht.
Tani shikoni me vëmendje se çfarë ka ndodhur, sepse ky është zbulimi im epokal. Kjo që ka ndodhur është kaq jashtëzakonshme saqë nuk e merrni dot me mend. Në gjuhën mesape është gjetur folja e shkruar epigrave në vetën e tretë njëjës që kanë përkthyer ai shkruajti. Por në fakt nuk ka kuptimin ai shkruajti, por ai shkruante. Dhe nga e diun këtë, sepse kjo të dashur shqiptar është zbuluar nga unë, është në gjuhën greke epigrafe. Pik për pik, kopje e greqishtes të dashur shqiptar. Përse do thoni ju? Sepse greqishtja e sotme ka marrë elemente nga greqishtja graikos. Dhe ky është zbulimi im, pra nga greqishtja folur në Italinë e Jugut. Dhe kjo ndodhi mbas dyndjes së gotëve dhe ushtria bizantine mori mercenar nga Italia e Jugut për të çliruar Helladën nga gotët dhe nga slavët më vonë. Pra, shteti helen ka elemente të gjuhës mesapëve të folur në Italinë e Jugut. Tani shikoni me vëmendje se çfarë ka ndodhur, sepse kjo është epokale. Pra, në gjuhën mesape kemi një zhvillim që quhet zhvillimi i dialektit jonik, zgjatja e zanoreve. Pra, epigrave nuk gjendet në asnjë gjuhë helene, është vetëm në gjuhë mesape. Dhe zgjatja e zanoreve, siç e shikoni, të helenishtes epigrafe. Në gjuhën helene, PH-ja ka dhënë F, por në shekullin e 4 të erës sonë. Mirë po, gjuha mesape është regjistruar që në shekullin e 6 para erës sonë të dashur shqiptar. Pra, ndryshimet fonetike të mesapishtes reflektohen në gjuhën greke të sotme. Kjo është për te imagjinatës njerëzore, sepse asnjë autor grek këtë nuk e di. Këtë do e mësoni sot. Krejtësisht, rastësisht është bërë ky zbulim nga unë. Pra edhe një herë, epigrave është me bashkëtingëllore të zësh me v, ndërsa në gjuhën greke epigrafe është me bashkëtingëllore të pazësh me f. Në të dy gjuhët është kthyer në f në gjuhën greke dhe në v në gjuhën mesape dhe mbaresat janë identike. Tani shqiptarët thonë që ky është huazim, sepse ata mendojnë që gjuha mesape është gjuhë shqipe, ndërkohë që Plini thotë që kjo është gjuhë greke, varianti graja. Graja në gjuhën helene do të thotë perëndia Demeter në dimër, perëndia e thinjur nga hidhërimi që u largua vajza e saj Persefon për në botën tjetër për 6 muaj gjatë dimrit. Me këto mite, mesapët dhe helenët shpjegonin pikërisht ndërimin e stinëve, që ishte e pashpjegueshme për popujt e lashtë. Dhe tani shikoni me vëmendje që fjala epigrafo është shkruar nga parafjala epi, që do thot pranë, dhe grafo, që do thot shkruaj, gdhend, vizatoj. Pra, është një fjale e përbërë. Gjëja më e rëndësishme është kjo. Forma e pakryer e helenishtes së lashtë është përcjell në formën e pakryer të greqishtes së sotme dhe ndryshimet që kanë ndodhur në greqishtën e sotme kanë ndodhur që në shekullin e 6 në gjuhën mesape. Dhe kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Pra gjuha mesape nuk ka regjistruar kohën e kryer të thjeshtë, por kohën e pakryer. Ja ta shënoj para syve tuaj. Pra, të njëjtat ndryshime fonetike që gjenden në greqishtën e sotme koine dhe atë moderne kanë ndodhur që në shekullin e 6 në gjuhën mesape të dashur shqiptar. Dhe tani do t'rregoj se si ka ndodhur një gjë e tillë, ta shikojmë me gjuhën greke të sotme. Të dashur shqiptar, këtu kemi gjuhën greke të sotme dhe foljen epigrafo. E kam shënuar koha e pakryer në gjuhën greke të sotme epigrafe përkon pikërisht me gjuhën mesape epigrave. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Pra e kanë përkthyer gabim mbi shkrimin mesap, mesapët kanë përdorur formën e pakryer dhe jo të kryer të thjeshtë. Pse? Sepse forma e kryer e thjeshtë është epigrapse të dashur shqiptar. Pra, mesapishtja ka përdorur formën e imperfektit të dashur shqiptar. Të dashur shqiptar, problemi ynë është ky. Ne jetojmë në një botë fantazie. Ne na duket çdo gjë helene shqiptare.
Nuk ka asnjë lloj lidhje gjuha me sape me shqipen. Fakti që ne jetojmë në një tokë ku kanë banuar me saplik në Vlorë, kjo nuk do të thotë që ne jemi me sap, të dashur shqiptar. Me sapët kanë shkruar në një helenishte të kulluar, kanë përdorur formën e pakryer të helenishtes. Dhe forma me sape është bërë pjesë e greqishtes së sotme, sepse pikërisht banorët e Italisë së Jugut u përdorën si mercenar për të çliruar Greqinë nga gotët në shekullin e 4 dhe pastaj nga slavët në shekullin e 6, të dashur shqiptar. Ka qenë tokë greke kudo. Të gjitha janë fise greke. Edhe ilirët flisin dialektin graja. Graja do të thotë Perëndia Demetër gjatë dimrit. Grua e thinjur. Po kjo është e shkruar në gur. Këto shënime me sape janë gjendur në shpella, sepse ata ishin njerëz shumë besimtar, shumë religios, shumë fetar, gjë që ne na mungon në shqiptarve. Më fetar ishin me sapët, sesa ne. Ne jemi njerëz të pa fe. Ne nuk kemi asnjë lloj besimi. Ne kemi marrë besimin e njerëzve të shkretëtirës. E kuptoni apo jo? Është turpi botës kjo që kemi bërë. Jemi njerëz të pa qytetëruar, të dashur shqiptar. Ne huazojmë çdo gjë. Pra, edhe atje ku mendohej që ishin ilirët e vërtet sipas Plinit, këto janë fise helene të gjitha dhe flisin dialektin graja. Nga ishulli Graja. Këta janë japygët që u zhvendosën nga Dalmacia për në jug, u shkatruan nga trupat romake. Dhe aty nga shekulli 2 i erëson, gjenden vetëm në malin e zi. Zona e Thethit, ose mbi Thethin, në dokumentat austriake. Po ata nuk ju thonë shqiptarve që edhe aty, edhe në zonën e Thethit, këto flisnin dialektin graja, sipas Plinit. Pra nuk ka shqiptar, e kuptoni apo jo? Ku ishin shqiptarët? Shqiptarët ndoshta ishin këto fiset e përdora si sklevër nga helenët në për miniera, në për fusha, për të mbjellur, për të korrur, për të marrë me bujqësi, pra si ndërtuan helenët tempujt, amfiteatrot, me punën e sklevërve, dhe kush ishin sklevërit, pikërisht tresa ulët, e pakulturuar, ata që nuk lejoheshin të kishin as varre jo. Shqiptarët nuk kanë as varre, të dashur shqiptar. Kockat e gjyshëve tanë janë varrosur me kockat e qenve, dhe kjo do bëhet edhe një herë përsëri, do përsëritet historia me ardhjen e njerëzve të shkretëtirës që do marrin Sazanin, të cilët mbajnë emrin e fisit Helen Sasaei, të sërgjynosur aty nga romakët, të dashur shqiptar. Pra shqiptarët, nga që nuk kanë krijuar asgjë, nuk kanë absolutisht asnjë toponim, kjo është arsyeja që kryeministri shqiptar i dhuron tokat shqiptare, jo ka dhënë Butrintin anglezëve, që t'ja japi grekëve më vonë, dhe po e jep Sazanin hebrejve, dhe dal nga dal po e jep vendet më të bukura të Shqipërisë italianëve, për të ndërtuar burgje, dhe Shqipëria po kthehet për shqiptarët në një ferr të vërtet, ndërsa për hebrejt po kthehet në parajs. Ata po ndërtojnë parajsën e tyre në Shqipëri. Jo lumt. Ky është kryeministri që keni zgjedhur ju, socialist. T'ju vi turp juve të gjithëve, socialistëve. Ju nuk jeni socialist. Ju jeni plehrat e njerëzimit të dashur shqiptar dhe ashtu do ngordhni në plehra të dashur shqiptar.